ju robërt Allahut, ku shpëton nga zjarri, ai ka shpëtu me një shpëtim që nuk dështon pas asaj dite. Kush hyn në xhenetet e Allahut ka fitu me një fitore që nuk humbën ma pas asaj dite. Allahun te bareke wa taala e falenderojmë, atë gjelle wa ala e madhërojmë, për Allahun te bareke wa taala në sejdë dhe në rukubim. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e falenderoi ai veten e tij ditën kur e krijoi qiellin edhe tokën dhe tha: Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Falënderimet I takojnë Allahut I cili krijoi qiejt edhe tokën dhe vendosi errësirat edhe dritën. E falenderojmë Allahun xhallahu ala ashtu siç e falenderoi Muhamedi biri Abdullahit sa herë që hypte në hutbë dhe thonte innal hamdalillahi nahmaduh. Me të vërtetë të gjithë falënderimet dhe lavdatat I takojnë vetëm Allahut subhane. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për zotëriun ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe për të gjithë ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, në këtë ditë me miliona, bile ndoshta edhe me miliarda njerëz jetojnë në emocionet e botërorit, jetojnë në emocionet mes fitores edhe humbjes, padyshim në çdo lojë që përfundon, veçanërisht pasi që dolën ekipet e grupeve, ekipi që humbën eliminohet me njëherë, dhe si e tillë në qoftë se ai ekipi që ka humbë është ekipi yt, ti mbërzitesh edhe dëshpërohesh, dhe ndonjëherë kjo është edhe natyrshme në jetën njerëzore ju vëllezër. Pra jetojmë në këtë ditë ju vëllezërit e mi të botërorit mes humbjes edhe fitores, andaj është shumë e natyrshme që hoxha dhe imami të kthehet në librin e Allahut dhe në traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të hulumton dhe të gjurmon atje për fjalën fitore dhe fjalën humbje. Kush është fitore ju vëllezërit e mi sipas këndvështrimit të Zotit, dhe kush është I humbur në realitet sipas këndvështrimit islam? O ju robërt Allahu, diçka që va thot vallahu ju dhe ju e dini shumë mirë, se sa të përfundon botërori, mbërzitia e atij që humbi ekipi I tij do të përfundon, dhe gëzimi I atij që fitoi ekipi I tij do të përfundon. Por Allahu te bareke ve teala kur na flet në librin e tij, na flet për një fitore pas së cilës nuk ka humbje, dhe për një humbje pas së cilës nuk ka fitore. Allahu na ruajt. Allahu te bareke ve teala ju vëllezërit e mi ditën e kiametit e ka përshkruar khafidatur rafi'a, dita e nënçmimit pas së cilës më nuk ka nder, dhe dita e nderit pas së cilës më nuk ka nënçmim. Andaj o ju robërt Allahut, të gjithë ne së bashku jemi në një garë, dhe të gjithë së bashku ose do të fitojmë ose do të humbim. Andaj eja vëllahu im sot në këtë hutbë të xumas, që të dëgjojmë fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na tregojnë për fitoren reale pas së cilës më nuk ka humbje, dhe për humbjen reale pas së cilës më nuk ka fitore. O ju robërt Allahut, dijeni se fitoria e madhe dhe reale vallahi është fitoria e atij njeriut që e përfundon jetën e kësaj dunjaje me shahadetin la ilaha illallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kana akhiru kalamihi min ad-dunya shahadatu an la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kush e ka fjalën e fundit në këtë jetë, shahadetin la ilaha illallah, do të hynë në xhenet. Allahu akbar. Fitoria e madhe ju vëllezërit e mi që kemi dëgjuar është fitoria e atij plaku që në momentet e fundit të jetës tha la ilaha illallah, dhe kështu fluturoi shpirti I tij për tek Allahu te bareke ve teala. Po ju robërt Allahut, Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: innal ladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu, pastaj qëndruan ato, pra qëndruan në fenë e Zotit xhallahu ala, të tillëve në momentin e fundit të jetës do t'i zbresin me laqet e Allahu xhallahu ala, të cilën ndër të tjera do t'ju thonë: wa abshiru bil janna, përgëzojuni me xhenetet e Allahu xhallahu ala. Pra vallahi ke fitu o njeri me një
fitore të madhe, e që është xheneti Allahu xhallahu ala. Fitore e madhe, o ju vëllezërit e mi, është fitoria e atij njeriu që kur ka mbeti vetmuar në varrin e tij dhe i kanë ardhur me laqet e Allahu xhallahu ala dhe i kanë thënë kush është Zoti yt? Ai tha Allahu. Kush është feja yte? Ai tha Islami. Kush është pejgamberi yt? Ai është Muhamedi. Dëgjojeni fitoren e madhe për mua dhe për ju, vëllezërit e mi, kur do të mbetemi të vetmuar në varret tona, atje ku nuk ka Facebook, e as Instagram, e as TikTok, e as nuk ka që ta ndjekim botërorin e 2036-ës, apo 2030-ës, apo ngjashme si ajo. Allahu xhallahu ala pas asaj do të thot: en sadaqa abdi fa afrishu lahu min al-jannati furusha. E ka thënë të vërtetën robi im, andaj shtrojani atij një shtrojë prej xhennetit. Allahu ekber. Fitore e madhe, o ju vëllezërit e mi, është fitoria e atij njeriu që do t'i jepet libri nga e djathta në ditën e Kiametit, për të cilin ka thënë Allahu xhallahu ala: wa amma man utiya kitabahu bi yamini. E kujt do t'i jepet libri nga e djathta në ditën e Kiametit, fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Ai do ta ngritën kupën, ai do të jetë kampioni, o ju vëllezërit e mi, do thot ha umqra'u kitabiya. E njerëz, e jeni bedhe lexojeni librin tim, e jeni lexojeni librin e veprave, se unë shkoja në xhami kur isha i ri, unë agjerova për Allah, unë u fala për Allah, unë dhash për Allah, unë sakrifikova gjithçka për Allah. Ha umqra'u kitabiya. Kjo është kupa ime, lexojeni librin tim, se unë e dinja se një ditë do të jap llogari para Allahu xhallahu ala. Shpërblimi, o ju vëllezër, fa huwa fi 'ishatin radiyah. Të tillë do të jenë në një jetë të lumtur në xhenetet e Allahut të madh te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, fitore e madhe pasha Allahun është fitoria e atij njeriu i cili kur do të vendoset në peshojën dhe mizanin e veprave ditën e Kiametit. Në atë peshojë, vëllezërit e mi, që ka ardhur në transmetime se njeriu do të haron mikun e tij, do të haron babën e tij, do të haron dashamirët e tij, do t'i haron gjithë kënaqësitë e kësaj dunjaje. Në momentin kur do të vendosesh në peshojën e Allahu xhallahu ala, në qoftë se do të rëndon peshoja, ai njeri ka fituar me një fitore të madhe. Për fitoren e këtij njeriu le të bisedojmë në tavolina dhe në muhabete dhe kafe tona, ju vëllezërit e mi. Thot Allahu xhallahu ala: faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. E kujt do t'i rëndon peshoja e veprave në atë ditë, të tillët janë fitimtarët. Allahu ekberu kebira. Fitimtaro, ju vëllezërit e mi, fitimtari i vërtet, o ju robër të Allahut, është ai njeri i cili do të shmanget nga zjarri i xhenemit. Ka bërë çka ka bërë në jetën e kësaj dunjaje me veprave të mira, vetëm që Allahu subhanahu wa taala ta shpëton nga zjarri në atë ditë. Thot Allahu xhallahu ala në ajetin tjetër: faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. E kush shpëton atë ditë prej zjarrit dhe hyn në xhenet, të tillët janë fitimtarë dhe fituesit të vërtet. Të tillët janë kampioni i vërtet, o ju robër të Allahut. Po, ju robër të Allahut, kush shpëton nga zjarri, ai ka shpëtuar me një shpëtim që nuk dështon pas asaj dite. Kush hyn në xhenetet e Allahut ka fituar me një fitore që nuk humbën më pas asaj dite. Atë ditë kur zani të madhit Allah do thot: udkhuluha bisalamin aminin. Hyni atje në tokën e paqes dhe shpëtimit, ku do të jeni përgjithmonë të sigurt dhe fitimtar. O ju robër të Allahut, fitoria e vërtet është fitoria e atij njeriu që do ta sheh Allahun e madh xhelle xhelalu në ditën e mahsherit të madh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur Allahu xhallahu ala ta shfaqen fytyrën e tij të bukur, fama u'tiya li ahli al-jannati 'ata'an khayran wa awsa' min an-nadhari ila wajhi Allah. Nuk i është dhënë banorëve të xhenetit diçka më e madhe dhe më e bukur se sa ta shohim bukurinë të madhit Allah te bareke ve teala. O vallahu im, për këtë fitore preokupoju, për këtë fitore bisedo. Kjo fitore, ju vëllezërit e mi, do lidhet me mua dhe me ty. Kurse ata që do të fitojnë
Ju e dini se futballerët në gusht e kanë muajin e pushimit. Ata do të shkojnë për pushime në vende më të shtrenjta të botës. Ata do të kënaqen, kurse mbërzitia do të mbetet për ne, kurse ndoshta një gëzim minimal do të mbetet për ne. Kurse e vërteta është, ju vëllezërit e mi, se gëzimi është kush shpëton atje, fitoria është kush fiton atje, dhe humbja dhe dëshpërimi është kush humbë dhe dëshpërohet atje. Walhamdulillahi rabbil alamin. Humbja e vërtetë, ju vëllezërit e mi, është humbja e atij njeriut që kur t'i vi momenti i fundit i jetës, të vinë me laqet e azabit të dënimit, të mundohen t'ja gjejnë ku e ka shpirtin, ku është shef shpirtin brenda trupit të tij, dhe do nxjerret shpirti si shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si nxjerret hekuri i nxehtë nga një pambuk i lagur, pa të mundohet copët që t'ja nxjerrën shpirtin nga trupi. Humbje e madhe, o vëllahu im, nuk është humbje ati ekipit që humbi para disa netve, por është humbje ati njeriu që kur do t'i thuhet në varr kush ishte Zoti yt, thot nuk e di. Kush ishte feja yt, thot i dëgjoja njerëzit duke thënë edhe thashë edhe unë se ata, por nuk e di. Kush ishte pejgamberi, do thot unë e njihja filani dhe alani, mos i përmend tash me emra pe lojtarëve dhe futbollistëve, por pejgamberin e Zotit nuk e njofta. Atë një thirrës pe qiellit do thotë dhe thot enkadhaba abdi, e ka rrejt robi im, fa afrishu lahu min an-nari furusha, andaj vendosjani atij një kofë zjarrit të xhenemit. Allahu na ruaj. Humbja e vërtetë, ju vëllezërit e mi, është humbja e atij njeriu që do të del para Allahu xhallahu ala në ditën e Kiametit dhe do të jepet libri nga e majta. Ti mos, o Zoti ja Rabbi, mos na ju dhon të libri nga e majta, dhe do thotë ja lejteni lam ut kitabi, ingrati unë. Aman be mos më jipeshte libri, mos e kisha ditë çka është llogaria. Wallahi i humbur, o vëllezërit e mi, është shembulli atij njeriu në ditën e Kiametit që kishte pas dash në dunja të jetë kafsh apo shtazë. Atë ditë kur Allahu xhallahu ala kafshët edhe shtazët i bën hije pluhur, ai kafiri do thot wa qala al kafir ya laitani kuntu turaba. Kafiri pa besimtari në atë ditë do thot bete isha bën unë hije pluhur. Aman be mos kisha pas llogari, mos kisha shku as në xhenet as në xhenem. Humbja e madhe, ju vëllezërit e mi, është humbja e atij njeriu që zebani dhe rojtarët e xhenemit ta marri dhe për gjithmonë ta gjujnë në zjarrin e xhenemit. Wallahi billahi wallahu im, s'ke dëgjuar humbje më të madhe se humbja e këtij njeriu. Dhe kur mos qofshim ne prej tyre, mos e dëgjofshim këtë humbje për vetët dhe familjarët dhe dashamirët tonë ditën kur do dalim para Allahut të Madh te bareke ve teala. Elus Allahu xhallahu ala na e fitoren e madhe, fitore pas së cilës ma nuk ka humbje, dhe Allahu na ruan prej humbjes të madhe, prej humbjes pas së cilës ma nuk ka fitore. E më e madhja e të madhe, so ju vëllezërit e mi, që kputen zemrat e besimtarve kur njeriu ta humbon veten edhe fëmijët e tij në zjarr të xhenemit. Thot Allahu xhallahu ala ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah, dijeni se humbësit e vërtet janë ata që e kanë humbur veten dhe familjen ditën e Kiametit. Ala dhalika huwa alkhusranul mubin, e pra kjo është humbje e madhe. Ja Allah, Allahu e thot, kjo është humbja e madhe, se nuk e emërtove fëmin me emrin e Islamit, se nuk e mësove vajzës tënde të ruhet mos veshet lakuriq, pasha madhërinë e Allahut azza wa jalla. Vëllezër, si ka mundësi mër kjo veshje kështu pasha Allah? A ka bë një shtet dhe një sistem? A ka bë një sultan dhe një Koran që ti ndalën me njerëzit mos veshën me në këtë lloj lakuricie, se azabi Allahu xhallahu ala është afër? Wallahi ajo është humbja e madhe, që njeriu të zhveshet. Allahu xhallahu ala na tregon se Ademin alayhi salatu wasallam dhe gruan e tij Havën, pasi që deshti ti dënon, fillimisht i zhveshi, pastaj i nxori pe xhenetit. Andaj Allahu xhallahu ala është na dënu, është duke na i marrë rinin, është duke na i marrë pasurinë më të madhe të vendit dhe të qytetit. Elus Allahu xhallahu ala që të na falë dhe na mëshiron, na ruan prej azabit të tij. Vallahi kemi frikë azabin e Allahu xhallahu ala. Në anën tjetër, ju vëllezër, kur hoxha thot azabi, o vallahi lumturia është në Islam, lumturia është në veshje, kënaria dhe nderi është në të. Andaj jo Robert Allahu, kthejuni rregullit të Zotit, ligji dhe sistemi të Allahu xhallahu ala, do të fitoni me fitoren e madhe në dunja,
para saj të madhes në ahiret, ja Rabbel Alamin. Elusë Allahun Gjelle Wala që në ishton dije dhe imanin në kuptimin e Islamit, ja dhe Gjelali o li karam. Elusë Allahun të barëki o talë që përkupimi ynë maj madh të jetë fitoria jonë, jo fitoria e tjerve, humbja jonë, jo humbja e tjerve, ja Rabbel Alamin. Elusë Allahun Gjelle Wala që të vaket dhën fitorën gjishërve tonë, elusë Allahun Gjelle Wala që të vaket dhën fitorën gjishërve dhe gjishërve të gjishërve tonë dhe stërgjishërve të stërgjishërve tonë, dhe i të ka i fundi që ka përfundu Islam, ja Rabbel Alamin. Elusë Allahun Gjelle Wala që varet e tyre ti këtë bërë kopshte pe kopshteve të gjennetit, asësi grupa pe grupave të gjennemit, ti ke ndryshu ata me dritën dhe nurin e ti, ja dhe Gjelali o li karam.